si që premtova sot kemi zgjedhur të ndalemi tek një temë që nuk ka të bëj as pak me zhurmën e përditshmërisë, por me heshtjen, refleksimin dhe atë që shumë njerëz në këtë periudhë e quajnë udhëtim shpirtëror. Do flasim për kreshmet, për katolikët dhe komunitetet që ndjekin kalendarin perëndimor. Kreshmet janë një periudhë 40 ditore që paraprind festën e Pashkëve, e cila është një nga ngjarjet më të rëndësishme në kalendarin e krishterë. Këto 40 ditë agjërimi i dedikohen totalisht agjërimit, tutjes, paqes, një periudhë për të rimenduar marrëdhënien me Zotin, me veten, por edhe me njerëzit tjerë. Por të ndihmuar të kuptojmë më shumë mbi historikun, rritet, mesazhin e kreshmeve. Sot kemi një lidhje direkte përmes Skype-it Zotin Dom Mark Pashkaj, zëdhënësin e Kishës Katolike në Shqipëri. Mirëmëngjes. Të përshëndesim. Të përshëndesim. Mirëmëngjes, shumë kënaqësi të jem me ty, ju falenderoj shumë për ftesën. Kënaqësi edhe për ne. Do Mark, çfarë përfaqësojnë kreshmet për Kishën Katolike dhe besimtarin e zakonshëm? Tani, meqense jemi të detyruar, katolikët e krishterët janë detyruar të agjërojnë dhe të lënë mënjanë gjëra, duhet konsideruar si kohë penalizimi apo një mënyrë për të ngritur më pranë Zotit? Ashtu se që thatë dhe ju në hymjen e emisionit kur folet për kreshmin, kjo është një periudhë para përgatitore që bashkon të gjithë komunitetet e krishtera në fakt. Qoftë katolik apo qoftë ortodoks që përpara Pashkës së Zotit, do të thotë përpara ngjatjes së Krishtit, kanë rreth 40 ditë kohë përgatitje në të cilat një narsjavje të cila këshillohet ashtu edhe agjërimi. Në krishterënim agjërimi nuk është qëllim në vetvete, do të thotë nuk është se gjithë theksi apo motivimi vjen për të agjëruar. Por në fakt agjërimi është një prej mënyrave, një prej sjelljeve të cilat këshillohen për të shkuar drejt esenciales dhe për të shkuar në një bashkim më intim me Zotin. Kjo nuk do të thotë një refuzim të asaj që është kënaqësi trupore, por një reflektim edhe më i thellë për të kuptuar arsyeën dhe motiven e vërtet të krijimit dhe të arsyes pse ne ekzistojmë. Do të thotë njeriu realizon gjithmonë atë qëllimin për të cilën ekziston dhe është i krijuar, sa ka aftësi dhe mundësi të bashkohet me Zotin. Prandaj bashkimin me Zotin e ndihmon agjërimi, do të thotë heqja dorë, jo penalizimi, por do të thotë zhvendosja e fokusit nga ato që janë kënaqësitë ndoshta të përditshme që shpeshherë kemi këto nevoja imediate, tek ato dimensionet më tepër shpirtërore për të kuptuar të çka është edhe esenciale. Nuk është agjërimi e vetë një sjellje të cilët kisha këshillon, por bashkë me agjërimin është edhe lëmosha, do të thotë ne jemi të thirrur që jo thjesht ta agjërojmë, do të thotë mos e konsumojmë diçka për veti, por atë çka e ruajmë, atë çka ja mohojmë vetvetit, edhe t'ia dhurojmë dikujt tjetrit, që është një afërm, që është një person që ka nevoja të ndryshme fizike, apo një person që është me nevoja të ndryshme po themi shpirtërore e tjera. Edhe përveç lëmoshës, pastaj edhe shtylla e tretë, po themi nëse flasim në dimensionin po themi dinamik të kësaj kohe, shtylla e tretë është edhe ajo e lutjes. Do të thotë si krishterë gjatë kësaj periudhe ja thirrën për me shtu një farë mënyrë atë dozën e lutjes, do të thotë atij komunikimit, marrëdhënies personale intime me Zotin. Do Mark, a mundet një jo besimtar të agjërojë në këtë periudhë? Pa diskutim gjithmonë në shkrimin shenjtë, pra në Bibël, Zoti asnjëherë nuk vendos kufij apartenencë, do të thotë kufij për katësien. Zoti nuk është një, po themi, një privilegj apo një realitet i kufizuar që ju përket disave. Zoti është një realitet shumë universal, i pa përcaktuar dhe i pa definuar, në sensin e përkatësisë. Çdo kush, çdo njeri ka të drejten për me hy në marrëdhënie me Zotin. Ose më saktë, çdo kujt Zoti ja jep këtë privilegj gjithmonë duke respektuar lirinë e tij. Do të thotë liria në krishterënim është kushti i domosdoshëm për një marrëdhënie me Zotin. Nëse ne duam dhe në shkrimin shenjtë gjithmonë Krishti kur bisedon me nxënësit, kur bisedon me personat, thotë nëse don ti mund të shkërohesh, nëse don ti mund të mendiqesh, nëse don. Do të thotë mjafton që të jetë liria dhe pa diskutim që jo vetëm praktika e kreshmit, por edhe marrëdhënia me Zotin është e hapur, e lirë dhe e mundshme për çdo person. Do Marku, cilat janë 3 shtyllat kryesore të kreshmeve dhe si duhen përgatiten besimtarët për Pashkët?
Ne thanim në pika shkurta është praktikisht ajo që tha që dhe ma përpara, do të thotë, shtylla parë është lutja, do të thotë jemi të thirrur gjatë kësaj periudhe që ta praktikojmë më tepër lutjen. Lutja një thjesht recitim i disa, po themi, formulave religjioze fetare ose vargjeve eksakt, por si një marrëdhënie personale, si një intimitet me Zotin, do të thotë si një heqtje, nëse dojmë ta thojmë, si një ballafaqim me atë që janë pozitivitetet, por edhe të gjitha ato dimensionet e cilat na shqetësojnë, apo që dëshirojmë ta falenderojmë Zotin, sepse lutja gjithmonë nuk është vetëm kërkesa e diçkaje që na mungon apo nuk e kemi, por është një falënderim për gjitha ato gjëra, në mënyrë veçantë për njerëzit që mbushin jetën tonë. Shtylla e dytë është agjërimi, do të thotë heqja dorë. Në krishterënim agjërimi është paksa ndrysh. Sidomos tek ne katolikët, këtë rast që kemi përçafuar më tepër atë kulturën perëndimore ku agjërimi nuk është aq, po themi, në një farë mënyrë eksakt ose si të themi i fortë, siç e pa tradicionalisht në dorë strikt, eksakt. Nuk është aq strikt, siç e pa tradicionalisht në dorë, por kemi më tepër një agjërim që përqendrohet në dimensioni shpirtëror më shumë se sa, sepse në fakt sakrificat që një bëjmë nuk është janë shumë mëdha. Po ka nga konsumi i përditshëm, katolikët heqin dorë nga mishi, mos gaboj. Eksakt. Në disa ditë të caktuara të javës, siç është e prandja apo e martja në varësi të zgjedhjes. Dhe shtylla e tretë është lëmosha, që në fakt kjo është edhe më e rëndësishme, sepse në fakt është më e rëndësishme edhe se vetë agjërimi, edhe ndoshta edhe se vetë lutja, sepse lëmosha çfarë është konkretizimi në jetën praktike të asaj që ka ti në një farë mënyrë ke realizu si që është agjërimi apo si që është edhe lutja. Pra në një farë mënyrë ajo që ka ti ki praktiku me jetën tënde shpirtërore, është momentin që ti ta japesh e ta adhurosh për tjetrit. Në fakt këto kanë një lidhje shumë, po themi sine qua non, nëse mund ta themi kështu, të tri këto shtylla ku asnjëra nuk qëndron pa tjetrën, sepse në fundet ajo që kam bizotron në krishterinë është dashnia ndaj të afërt, dashnia ndaj tjetrit. Dhe këto nuk kanë vlerë nëse nuk përkthehen në një gest praktik, në një jetë praktike ndaj tjetrit. Thatë pak më parë që është një parapërgatitje shpirtërore, por të shkuar më pas një etapë tjetër shumë të rëndësishme, shpirtërore siç janë edhe Pashkët. Si ndërlidhen? Pashkët. Po, do të them, këtë vit është një vit shumë i veçantë sepse mbar bota e krishterë, do të thënë katolik, ortodoks, protestant festojnë në një ditë që do të jetë data 20 prill, ditën e Pashkëve. Është një nga ato vitet ciklike që e festojnë të gjithë në një ditë. Në fakt, Pashka është edhe zemra e krishterënimit. Është, po themi, ajo festa themelore dhe kryesore që jetëson të gjitha ato praktikat e krishterëna, që bazohen dhe themelohen në vdekjen dhe në ngjalljen e Krishtit. Ne jemi të krishterë, ne besojmë te Krishti sepse Krishti është i vetmi person i cili në jetën e tij realizon atë që është e parealizueshme, edhe pa përsëritshme për asnjë tjetër, mund vdekjen, mund atë që është tmerrni, frika dhe realiteti më i kopshëm njerëzor. Çdo person i frikson vdekjes dhe çdo person gjithë jetën e tij e kalon që të evitojë në një farë mënyrë këtë moment që është i frikshëm. Krishti në fakt nëpërmjet jetës tij e te kalon këtë moment dhe tashmë shpresa, forca, besimi jonë është në këtë person i cili në hyjnin e vet arrin të mposhtë vdekjen, që nëpërmjet tij ta mposhtim edhe ne vdekjen. Prandaj krejt kjo etje kreshmore, do të thonë me këto praktika që sipër përmendëm, nuk janë asgjë tjetër vetëm një përgatitje që të festojmë sa më mirë dhe që të jemi sa më denj për të jetu këtë moment i cili ka ndryshuar një herë për gjithmonë historinë njerëzore. Do Margu, në këtë periudhë gjatë kësaj kohe të rinjt vendosni të heqin dorë nga rrjetet sociale, të heqin dorë nga dëfrimet. Po, një formë agjërimi tash të vëja. Është një formë, pra kisha e pranon si një formë të re sakrifice? Pa diskut, edhe neve jemi zakonisht të prirën që më tepër se sa agjërimit, po themi fizike, materiale të mishit, apo të ushqimeve fizike, të orientojmë të rritë drejt tyne agjërimeve, jo sepse ndoshta me një farë mënyrë të i shikojmë me negativitet rrjetet sociale, sepse gjithë kemi rrjetet sociale përfshirë edhe personin tim, por gjithmonë si qëndron në thelb të krishterënimit tendenca e përpjekja cila është e rujtjes
si një ekuilibër të shënosh mes dimensionit njerëzor, dimensionit material dhe dimensionit hyjnor. Dhe neve shpeshherë fillojmë edhe këto lloj, po themi, agjërimesh, këto lloj thojza pendesash, për faktin sepse shpeshherë është një mënyrë për të rikthyer të rinj në këtë rast tek esencialja, tek ajo çfarë është më themelore për jetën njerëzore dhe çka është më esenciale për vetë orientimin që dëshirojnë të marrin në jetë. Shpeshherë ne gjithë e dimë kohën që harxojmë, shpërqendrimin që në të rrjetet sociale me gjithë pozitivitetet e veta që kanë që na marrin, dhe shpeshherë një heqje dorë ose një stakim i vogël është më i pranueshëm se sa ndoshta mos ngrënia e një dite të misha apo qëndrimi 24 orë pa ngrënë që shpeshherë praktikohet, apo shumë gjëra të tjera, sepse një farë mënyrë është një mënyrë ku njeriu të shikojë tek vetja, të arrijë paqen e brendshme, edhe në një farë mënyrë të mendojë, të reflektojë për njerëzit, për dimensionet themelore të jetës ti për të realizuar pastaj edhe një jetë më cilësore, një shoqëri më njerëzore. Do Mark, nëse ne i referohemi besimeve të tjera, ka disa kategori të cilat nuk janë të nevojshme të agjërojnë, kryesisht njerëzit që kanë pamundësi fizike, janë në ndikimin e medikamenteve. Si është në besimin tuaj? Çfarë mund të themi, kush përjashtohet nga agjërimi? Në fakt, ashtu siç e thash edhe në fillim, në krishterësim agjërimi nuk ka qëllim në vetvete, por është një mjet që të ndihmon për me të arritë te Zoti, për me arrit një bashkim me hyjnorin, për të arrit një jetë cilësore esenciale dhe një rifreskim atyre që janë dimensionet e ndryshme të jetës. Për sa i përket kategorive që po themi përjashtojnë në krishterësim, gjithmonë fëmijët, persona që janë me probleme të ndryshme shëndetësore, apo që janë me aftësi ndryshe, apo persona të cilët në një farë mënyrë nga pikpamja biologjike nuk kanë një ritëm normal jetet, pa diskutim që janë të përjashtuar dhe nuk janë të detyruar që ta agjërojnë. Edhe në këtë aspekt edhe krishterimi në një farë mënyrë të bashkohet të gjitha ato realitetet fetare, të cilët kanë një sy të veçantë dhe një njëshmëri të madhe ndaj personave që ju përkasin këtyre kategorive. E përsëris edhe një herë diçka që domethënë dëshiroj ta them. Ne në krishterësim themi këtë që nuk është që agjërimi jon e ndryshon Zotin. Do të thotë neve, do të thotë Zoti vazhdon që të jetë i njëjti siç ishte përpara. Nuk është se neve duke agjëruar Zoti na don më tepër, por agjërimi jon na shërben në mënyrë që ne të rrim dhe të mos pengohemi për shku te Zoti. Dhe kjo është ajo që në vetvete brenda krishterësimit është edhe arsyeja e agjërimit dhe motive sepse ne agjërojmë. Do Marko, një pyetje të fundit kam unë, më shumë është thirrje për vërtetës, kreshmet nuk janë vetëm për ata që shkojnë rregullisht në kish, por janë edhe për ata që ndoshta duan të gjejnë formën e duhur të riafrohen ndonjëherë me Zotin. Cila është thirrja juaj për gjithë shqiptarët gjatë këtyre kreshmeve dhe për këto Pashk dhe një urim ndoshta që ke për ata? Do doja më shumë të ndalesh edhe thirrja që si shoqëri të kemi më shumë besimit. Jo, kjo periudhë ka qenë një periudhë paksa profetike, të thoshë, sepse vëllezërit muslimanë sapo kanë marrë muajin e Ramazanit, ne jemi në kohën e kreshmeve dhe një farë mënyrë brenda një periudhe kohore një mujore kanë që të jenë të gjitha festet e gjitha të në qenë realitetet fetare në Shqipëri. Unë besoj që përtej besimit, nëse lidhja jonë me Zotin nuk na çon të dashuria ndaj tjetrit, është e kot edhe besimi jonë. Këtë them në një mënyrë shumë bindur për faktin sepse besimi te Zoti është ai që duhet të ndryshojë cilësinë e jetës tonë personale, s'pari. Edhe dyta, nëse cilësia dhe ndryshimi i jetës tonë personale nuk reflektohet në një ndryshim cilësor edhe në shoqërinë, në ambientin e punës ku jetojmë, atëherë besimi nuk është asgjë tjetër vetëm është një filozofi, një doktrinë që nuk bën asnjë diferencë. Unë besoj fuqishëm që besimi im jo vetëm që duhet të ndryshojë jetën mua, por duhet të ndryshojë edhe jetën e njerëzve që jetojnë rreth meje, me energjinë, me pozitivitetin, me dashurinë që unë dhe si çdo besimtar duhet të përcjell. Thirrja jam në këtë aspekt është që të jetojmë një jetë sa më afër Zotit, jo në dimensionin e një fetarizmi që shtrihet në çdo aspekt të shoqërisë, sepse jemi dhe duhet që ndrojmë një shoqëri laike dhe është domosdoshme që ndrojmë një shoqëri laike, por një jetë e cila
frymëzon vlera hyjnore në çdo realitet dhe në çdo dimension shoqëror, në çdo institucion shtetëror, në çdo institucion shëndetësor, në çdo institucion arsimor. Ne kemi si nevojë shoqëri që këto vlerat hyjnore ti reflektojmë dhe ti konvertojmë në vlera praktike që jo bajnë jetën më të bukur gjithë njerëzve që takojmë e të jetojmë. Si Shqipëri besoj që kemi shumë nevojë për realitetet e tilla, kemi nevojë për një shoqëri të tillë ku të mos e shndrojmë habitatin tonë jetësor në një xhungël, por në një vërtet në një oazë paqe dhe dashurie. Sepse në fundit jeta është jo shumë e gjatë për ta jetuar si armiq. Faleminderit shumë. Zoti Domarku, faleminderit shumë, dhe urojmë shumë që Perëndia t'ua pranoj lutjet, sakrificën, por edhe dedikimin gjatë kësaj periudhe. Ju falenderoj, ju përshëndes përzemërsisht juve, suksese dhe faleminderit për këtë hapësirë që na ndihmoni edhe neve. Kënaqësi gjithmonë për ne. Kënaqësi gjithmonë. Dërgoni. Ju përshëndesim. Me këto tone pozitive dhe mesazhe të bukura në fakt për besimtarët edhe jo besimtarët, se ndaj me qëllim u ndalëm për të përcaktuar se kush mund të agjerojë përhershme dhe kush jo. Shkojmë menjëherë në një shkëputje dhe kthehemi vetëm pas pak për të folur për politikat ekonomike të Trump dhe ndikimin që kanë në Shqipëri dhe rajon.